Europa po përballet me një situatë jashtëzakonshme gjeopolitike dhe gjeoekonomike, deklaron presidenti francez Emmanuel Macron. Nëse kontinenti nuk investon në ekonominë e tij dhe nuk I heq me shpejtësi barierat që pengojnë rritjen ekonomike, do të përmbytet nga teknologjia amerikane dhe nga importet kineze. Ky ishte mesazhi I presidentit francez për udhëheqësit e tjerë evropian I dhënë në intervistë për The Economist dhe 6 gazeta të tjera. Ai po fliste përpara një takimi të Bashkimit Evropian më 12 shkurt për diskutuar se si të rritet kongrueshmëria e Unionit. Shumë udhëheqës evropian ndajnë ndjesinë e Macron mbi urgjencën, por pajtojnë ata me recetat e presidentit, kjo është një çështje tjetër. Në një shenjë se sa jashtëpër mund të jetë debati, udhëheqësit e Gjermanisë, Italisë, Belgjikës dhe disa vendeve të tjera thirrën një takim urgjent përpara samitit kryesor. Thirrja e presidentit francez që Europa të lëvizë më shpejt për të gjeneruar rritje dhe për të zvogluar varësinë përqendrohet në 4 pika. Së pari, ai argumenton për ndërmarrjen e një përpjekje më të madhe për të thjeshtuar rregulloret e shumta për të cilat BE-ja është me të drejtë e famshme. Së dyti, Macron dëshiron që Europa të diversifikojë furnizuesit e saj në mënyrë që të frenojë varësinë nga grupe të ngushta furnizuesish jo europian. Kjo përpjekje duhet të shkojë, thot ai, nga forcimi I rolit ndërkombëtar të euros, për shembull, duke zhvilluar linja valutore shkëmbimi në euro me partnerët tregtar, deri te zvoglimi I varësisë nga setet kritike nga jashtë, siç janë gazi natyror amerikan dhe shërbimi cloud. Së treti, Macron argumenton për një politikë të quajtur preferenca europiane për të mbrojtur industritë kritike të Unionit, siç janë çeliku, kimikatet dhe mbrojtja. Me këtë, Macron nënkupton lidhjen e subvencioneve shtetërore me një pjesë minimale të inputeve europiane në varësitë sektorit, si dhe zbatimin e rregullave blej produkte europiane për prokurimet publike. Së fundmi, presidenti francez dëshiron një shtytje shumë më të madhe nga BE-ja për investimet në inovacion, si publike ashtu edhe private, në përputhje me rekomandimet e raportit të shkruar në vitin 2024 nga Mario Draghi, ish kreu I Bankës Qendrore Evropiane. Macron do donte të shihte hedhje në treg të eurobondeve për të ardhmen, që do të investoheshin në mbrojtje dhe siguri, teknologji të gjelbër dhe inteligjencë artificiale, duke u mbështetur pjesërisht në normën e lartë kursimeve të europianëve. Thirrje të tilla për reforma janë bërë shumë herë, por Macron nuk është I vetmi udhëheqës që tani e ndjen se situata është emergjente. Presidenti francez e quan atë një moment të Groenlandës, ku europianët kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e rrezikut. Ekziston vërtet rreziku, paralajmëron Macron. Ky ishte momenti fillestar I traumës, ndërsa europianët shqetësohen se Amerika po I braktis. Europa tani po merret me një administratë amerikane haptas armiqësore e cila dëshiron shpërbërjen e saj. Të gjithë duhet ta kuptojnë, thot Macron, se kriza që po përjetojmë është një përçarje thellë gjeopolitike. Lidhur me disa nga pikat e presidentit francez, BE-ja tashmë po shkon në të njëjtin drejtim. Për shembull, SAFE, skema e re e përbashkët e prokurimit për mbrojtjen e Unionit, urdhëron me këmbguljen franceze që të paktën 65% e komponentëve të shumë sistemeve për të cilat paguhet duhet vinë nga vende që janë anëtare të BE-s ose kanë marrëveshje asociimi me të. Do të jetë më e vështirë për Macron të gjejë një marrëveshje mbi rregullat e preferencës europiane. Franca po përballet me kundërshtime për shkak të dëshirës së saj për rregulla të forta që favorizojnë firmat europiane në aktin e përshpejtuesit industrial të BE-s, I cili po negociohet nga Stéphane Séjourné, komisioneri europian I industrisë dhe një mik I hershëm I Macron. Gjermania dhe Italia shqetësohen se kjo mund përbëj proteksionizëm. Vendet baltike, nordike dhe Holanda kanë paralajmëruar së bashku se rregulla të tilla rrezikojnë të zhdukin përpjekjet e thjeshtimit të procedurave dhe të largojnë investimet nga BE-ja. Legjislacioni mund të jetë një ndryshues loje dhe një fitore e madhe për Francën, por ka ende shqetësime nëse është proteksionizëm francez I maskuar si autonomi strategjike. Macron I ka hedhur poshtë këto akuza. Nuk mendoj as pak se kjo është një qasje proteksioniste, argumenton ai, duke deklaruar se thjesht dëshiron t'i kursej firmat europiane duke mos u imponuar atyre rregulla që nuk I imponohen importuesve. Presidenti francez I dha një shtys tjetër bashkëpunimit europian duke u riangazhuar për një program të përbashkët të mbrojtjes ajrore që aktualisht është shumë problematike.
Sistemi i luftimit ajror, një projekt i përbashkët midis Francës, Gjermanisë dhe Spanjës, synon të përfshijë avion luftarak të gjeneratës së 6, dron autonom dhe një cloud lufte komunikimi. Pas vitesh tensione të ashpra midis firmave të përfshira, shumë analistë e cilësojnë atë projekt të vdekur. Ne mendojmë se është një projekt i mirë dhe nuk kam dëgjuar asnjë koment nga Gjermania që të sugjerojë se nuk është një projekt i mirë, këmbgul Macron. Në të vërtetë ai dëshiron të tërheqë partnerë të tjerë europian për të krijuar sisteme konkurruese me ato amerikane. Macron argumenton se në fundit Europa nuk duhet t'i nënvlerësoj pikat e saj të forta si një treg prej 450 milion banorësh, por edhe si një rajon i qeverisur nga sundimi i ligjit. Sfida me të cilën përballet është transformimi i këtyre pikave të forta në leva gjeopolitike, përpara se fuqitë e tjera të ecin aq larg sa të mos konkurrojnë më. Ishte shqetësimi se Europa po përjashtohej nga marrëveshjet e fuqive të mëdha në kohët e fundit që shtyu Macron të dërgonte këshilltarin e tij diplomatik në Moskë. Ai u kthyes siç pritej me mesazhin se Rusia nuk ishte interesuar për paqen. Do të ketë shumë skepticizëm në lidhje me disa nga thirrjet e Macron. Situata e tij politike e brendshme është e dobët pasi nuk ka shumicë në parlament dhe i kanë mbetur vetëm 15 muaj në detyrë për të çuar përpara idetë e tij. Në shumë kryeqytete europiane ka konfuzion që Franca refuzoi në janar të mbështeste marrëveshjen tregtare BE-Mercosur me vendet e Amerikës Latine, edhe pse udhëheqësi i saj po argumentonte për diversifikimin e tregtisë europiane në emër të autonomisë strategjike. Por pak drejtues shtetesh do t'i kundërshtonin paralajmërimet e Macron se Europa është shumë e ngadalt dhe shumë e fragmentuar dhe se po i mbaron koha për të zgjidhur problemet e saj.